sa i përket vlerave termike, sot minimalja shënon 4 gradë në zonat malore, le të themi në Peshkopi, dhe 24 gradë do jetë vlera më e lartë, e cila është pak më e lartë se sa një temperaturë tipike prilli. Kemi ditën e martë të mërkurë të enjte dhe pjesërisht të premte një rënje e cila do jetë graduale nga dita në ditë, por presim që të enjte të kemi 0 gradë, një temperaturë mjaft e ulët, nuk është as pak pranverore, por është temperaturë shkurti, do jetë 0 apo -1 gradë, s'ka i veri lindor, por do jetë i përkohshëm vetëm për 24 orë, dhe presim që maksimumet të jenë jo më shumë se 20 apo 21 gradë. Kjo situatë, pra një mot më i freskët, nëse bëjmë një krahasim me javën e shkuar, kjo javë do jetë pak më e freskët, pritet të fillojë një ndryshim gradual të shtunën dhe të dielën, por një ndryshim shumë i vogël. Parashikohet që muaji prill të mbyllet i paqëndrueshëm, sepse rreshtet do jenë në disa zona sporadike, jo i gjithë territori. Duhet të theksoj që nuk është se presim rreshje problematike apo me intensitete të larta, rreshtet do jenë rreshte të pakta, shumë qytete të Bregdetit do kenë vetëm pika shiu, do kemi rrebeshje vetëm në skajin veri lindor, dhe le të themi që temperatura do të jenë jo më shumë se 22-23 gradë. Pra, nuk do të kemi një fundjavë e cila të jetë ideale apo tipike për plazh gjatë kësaj fundjave, sepse do jetë edhe prezent her pas here një erë e cila do jetë nga veriu, nga verilindja, dhe kjo do bëjë që ne të ftohtin ta ndjejmë pak më shumë. Megjithatë do të futet dhe do të startojë muaji maj menjëherë me temperatura të larta, ku ne aty do ta shikojmë ndryshimin e menjëhershëm. Duhet theksuar që edhe marsi, edhe prilli, minimalet, pra temperaturat e mëngjesit kanë qenë vërtet të ulta dhe vërtet të freskëta, dhe ka një diferencë shumë të madhe e temperaturës së mëngjesit me atë të mesditës, dhe prandaj unë e cilësova që është një pranverë që ngjan më shumë me pranverat e viteve 90 ose para 90-s. Pra nuk është se kemi patur menjëherë atë motin me shumë vapë dhe zagushi. Dhe në fakt ajo që ti ceke pak Lajda ishte pikërisht nëse qytetarët do të mund të shijojnë apo jo këtë fundjavë plazhin, po me sa duket e kanë shijuar që fundjavën që lëm pas. Fundjava që kalua kishte temperatura 25-26 gradë dhe ishte pak freskët mëngjesi, po pas orës 10 dhe deri në orën 2-3 ishte një mot mjaft ideal, sepse vlerat termike ishin më të larta, ndërkohë gjatë kësaj jave, duke filluar që nga e marta dhe deri ditën e diel, ne temperaturat nuk do t'i kemi 25-26, po do t'jenë 20 apo 21. Me prezencën e lagështirës dhe të vranësirave, edhe pse Bregdeti nuk do ketë rreshje, do të ndihet akoma më freskët, pra ndihet 3 apo 4 gradë më freskët, dhe kjo fundjavë në plazh mund të shijohet për të shijuar një kafe, një drekë, por jo për të marrë rrezë dielli, sepse edhe era do të bëjë të vetën që ne të ndihet edhe pak më ftohtë. Pra është pak më e freskët krahasuar se me fundjavën ose ditën e dieshme.